Pse të pëlqen baleti? Qa ka të veçantë baleti që ty të pëlqen kaq shumë? Lëvizje që ka shumë talentume, konga të mrekullueshme, e tjera. E tjera. Te 4 vitet që je në balet, ti ke marrë pjesë në shumë gara. Po, ka marrë në Zagreb, në Turki edhe në Shkup. Edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë. A i kujton garat e para? Çfarë emocioni ke pas? A je friksu? Pak jam friksuar, po tani adin ja kum nisë, kështu mos mu friksu, e kum hek frikën. E ke hek frikën, sepse e ke di që je shumë e mirë në atë punë. Okej, tregom më pak përvojën tënde, emocionin tënd në Zagreb, edhe në Turqi, edhe në Shkup, jashtë Kosovës. Me kanë ke shku, si ke kalu, çat kalon përshtypje më shumë? Në Zagreb kam shkuar me mamin dhe me shkollën. Në Shkup kam shku njerë me babin edhe njerë me gjithë familjen. Okej. Edhe në Turqi shkoj zakonisht me babin edhe me mamin. Po. Edhe me shkollën. Cila prej këtyre 3 shteteve jashtë Kosovës të ka emocionu më shumë? Turqia se u konë shumë jashtë vendit edhe u konë hera e parë. Edhe jam friksuar shumë. Që ata. Qysh ke folte atja? Ke ditë anglisht? Po, kom folë anglisht me ata. Okej.